Dolce e pas skenën dhe ju erësua shikimi. Bia ishte futur në një organin e Edit, e qetë, e sigurt, sikur ajo hapësiri I përkiste. Ai moment I vetëm mjaftoi që gjithçka brenda Dolces të shpërthente. Zemra I u mbush me një përzierje dhimbjeje, xhelozie dhe zhgënjimi që nuk mund ta mbante më brenda. Pa menduar 2 herë, u nis me vrap drejt tyre. Me një lëvizje të shpejtë, ja hoqi organin, sikur donte të nxirrte në dritë jo vetëm atë që po ndodhte, por edhe të vërtetën që po e vriste për brenda. Edi I bërtiti me zë që I dridhej nga emocioni. A nuk të vjen turp që bën këto gjëra në prezencën time, këtu, në këtë shtëpi? Zëri I saj u përhap në dhomë. Banorët e tjerë u ngritën, disa u afruan, të tjerë mbetën në vend të shtangur. Dolce nuk ndaloi. Fjalët I dilnin si një lumë që kishte mbajtur shumë gjatë brenda vetes. Unë që të desha shumë, vazhdoi ajo, me sytë e mbushur, por pa lot që të binin. Unë që lash gjithçka pas për ty, unë që lash Grande Fratelon, jetën time atje, për të ardhur këtu sepse besova te ti. Ajo e shikoi drejt në sy Edit, duke kërkuar një shenjë, një shpjegim, një pendes. Unë mendova se do të ishim bashkë, tha me zë më të thyer. Mendova se ajo që po ndërtonim kishte kuptim. Mendova se po të bëja të lumtur. Dhe se edhe unë do të isha. Bia qëndronte e heshtur, e zënë në befasi nga intensiteti I situatës. Edi ishte ngrirë, pa fjalë. Heshtja e tij e lëndoi Dolcen edhe më shumë se çdo përgjigje e gabuar, po sot. Vazhdoi ajo. Sot më tregon kaq hapur që unë nuk kam më vend këtu. Që gjithçka që bëra, gjithçka që ndjeva, ishte asgjë. Zëri I saj u ul pak, por dhimbja u bë më e thellë. Nuk është xhelozi kot, tha. Është zhgënjim. Është të ndihesh e përdorur. Është të shohësh njeriun për të cilin luftove, të sillet sikur ti nuk ekziston. Ajo mori frym thellë, sikur po përpiqej të mos thyej aty për aty. Unë nuk meritova këtë, përfundoi. Ashtu siç nuk meritova të heshtja kaq gjallë. Pastaj u kthye. Pa sharje.